Përshëndetje, miqtë mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Brenda 48 orëve do të vi drejt jush personi i zemrës, brenda 48 orëve, pra do të vi drejt jush personi i zemrës tuaj, ky me rrugën për të ardhur tek ju. Është i fokusuar shumë tek puna, është person shumë punëtor. Dhe ju do të festoni këtë ardhje të personit tuaj. Vjen shumë i gëzuar, shumë i lumturuar tek jush me të kalë, sepse ju jeni femra e tij e fshehtë. Jeni në një lidhje të fshehtë, dashurie komplikuar dhe ti për të je mbretëresha e shkopinjve. Një femër shumë e pastër, intelekte, e dashur. Jeni pak egoiste dhe pak e dyzuar në këtë histori, por i që fashën dhe foli intuitës tuaj të brendshme. Sepse letra e diellit më tregon që ky person vjen drejt jush për 48 orë për t'ju shprehur një transformim të madh që do të bëhet në jetën tuaj. Ky mediton në vetminë e tij, reflekton, është mashkull shumë inteligjent dhe kur t'ju sill këtë lajm, ju do të befasoheni, sepse vjen në mënyrë të papritur për t'ja bërë këtë surprizë të bukur. Po marr dhe një mesazh nga ëngjëjt te kjo energji. Çfarë më thon ëngjëjt për këtë energji? Jepi drejtim intuitës tënde dhe asnjëherë mos mendo negativisht, sepse duhet të bësh një veçërim të botës tënde të brendshme për të zhbllokuar emocionet apo bllokime emocionale që ke brenda vetes. Dhe në javët e ardhshme, ti do të kesh sot ndryshime të papritura. Do të kesh sot gjithmonë një kohë, do të kesh kohën tënde të dur, që të marrësh një drejtim të ri në jetën tënde. Me kë rezonon kjo histori? Me kë shenjë të horoskopit? Me luanin, me ujorin, me bricjatin, me gaforen, me shigjetarin dhe me virgjëreshën. Kurse me gërmat mund të rezonoj me gërmën G, me gërmën A, me gërmën I, me gërmën D, Sh, O, gërmën N, gërmën M, gërmën Z, V, gërmën F dhe gërmën G. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.